Realisht vjen mirë që u kthym te fitoria, një fitore që më shumë blen për frymarrje, mund të them në këtë moment që ishim. E mbyll me këtë vit me një fitore, pak ditë pushim dhe kthehemi të motivuar dhe me dëshirë për të bërë mirë, akoma më mirë në 2026. Them drejtën, ndoshta një tension që deri diku ka momente edhe në lojë duket. Mendoj që nisëm neshin shumë mirë, 40 minuta të bëmë shumë mirë me raste, arritëm të shkojmë 2-0 dhe pësojmë një gol një moment që realisht ishte i shmangshëm apo i menaxhueshëm. Pastaj normalisht rezultati ka të vetën, e nisim pjesën e dytë, shënojmë shpejt, duke çdo gjë mirë, pësojmë prapë në një moment që një gol i evitueshëm mund të them. Gjithsesi, siç thash, një fitore që më shumë na jep frymarrje, pasi mungonte prej shumë kohësh, një 3 pikë dhe shpresoj të kena lënë mbrapa këto momente cikleshme dhe të vazhdojmë të shohim përpara. Realisht mundohem mi gjitha me motivu djemt, unë thirrjen dhe mesazhin e kisha për njerëzit, për tifozat, për ata që dojnë vllaznin, duhet t'i rrinë afër, ndoshta kritikat për vllaznin nuk janë me vend, pasi nuk kena bërë mirë, por mi gjitha kishim nevojë për mbështetje. Deri diku ndoshta edhe në shkallët e stadiumit duket një reagim, por mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Me tifozat ne bëna akoma më të mirë dhe sigurisht në një moment vështirë na duheshin krah. Nuk do ta nis me premtime, shpresojmë bëjmë mirë, sigurisht që s'do të hyj pasi në këtë moment vllaznisit duhen piket, duhen fitore dhe shpresoj që 2026 të jetë një vit i marrë për gjithë ne. Them drejtën, shkon për gjithë shokët e ekipit, për gjithë këtë moment cikletshëm, këtë periudhë cikletshme që kena kalu dhe gjithë ata që na mbështesin me zemër dhe na ngjin pranë këto momente fshira.